Besimtarët ortodoks kremtojnë të premten e madhe, dita që përkujton kryqëzimin e Jezu Krishtit, si momenti ku meditohet misteri i mundimeve të dhimbjes. Atë Konstantin Prifti ka theksuar se gjatë ditës veçmeshës së paradites vijohet me liturgji dhe më pas me daljen e epitafit në qytet, shoqëruar nga besimtarët, një nga ditët më të rëndësishme gjatë javës së madhe të Pashkëve për të gjithë besimtarët e krishterë. Premten e madhe kisha bën shërbesën e varrimit të Krishtit, e cila paraprin në mëngjes që bëhet shërbesa e orëve dhe dalja e epitafit në kish, ku kanë mundësinë gjithë besimtarët të kalojnë poshtë epitafit, dhe në masdite ne psalim vajtimet dhe pastaj bëjmë daljen e epitafit në qytet, ku shoqërohet nga gjithë besimtarët dhe banda muzikore e qytetit, dhe të shtunën kremtojmë festën e festave, pra ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht për Pashkën e madhe. Krishti erdhi në botë për njerëzit, sepse me ardhin e Krishtit lindi një epokë e re. Por ai erdhi, ishte Perëndi, u mishërua, u bë njeri dhe u kryqëzua për mëkatet tona. Dhe kisha jon kujton jetën e tij, për kushtimin e tij, për ulësinë e tij, dashurinë e tij, sakrificën e tij për njerëzit. Prandaj dhe kisha e nderon kaq shumë, sepse ky ishte një njeri i vërtet, Perëndi dhe njeri, që jetoi midis njerëzve, i mësoi njerëzit dhe vepra e tij, mësimet e tij janë të pagabueshme. Prandaj edhe gjithë besimtarët e krishterë ortodoks i përkushtohen në këtë ditë të shenjtë kaq shumë sa në këtë ditë thonë që edhe dallëndyshja nuk bën fole. Jo njeriu domethënë, prandaj ne e nderojmë dhe respektojmë kaq shumë këtë ditë të shenjtë të Zotit, të shpëtimtarit tonë, që sakrifikoi jetën për mëkatet tona, për jetën tonë, për shpëtimin tonë. Atë Konstantin Prifti u ndal njëkohësisht edhe tek festa e Pashkëve me nisjen e meshës prej orës 23 së shtunës dhe në mesnatë ringjallja dhe urimi për festën e Pashkëve. Të shtunën në mbrëmje, kisha në orën 11 të darkës fillon shërbesa e ngjalljes dhe në 12 është marrja e dritës dhe pastaj vazhdon mesha hyjnore, pra Pashka, ngjallja e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, që ne këtu në Vlorë kemi një bekim shumë të madh që na respektojnë edhe besimit e tjera në këtë fest të madhe. Faleminderit dhe vëllezër. Besimtarët e krishterë kremtojnë kështu Pashkët, ndërsa gjatë javës së madhe nuk kanë munguar dhe 10 aktivitete me praninë e besimtarëve të shumtë.